Ukrainë o Suedi, kaq na duhet. Me Ukrainën Simple. e mundim brenda 10 minutave dhe kaq jemi në Amerikë, Meksik dhe Kanada. USA. Pasi të mbarojnë këto ndeshje, do ftojmë lojtarët e kombëtarës të vinë këtu. Inshallah, domethënë jemi deri në atë kohë. Do vinë këtu. Ti takojmë, ti bëjmë edhe të në shkruaj kontratën unë me presidentin për Amerikën, Meksikën dhe Kanadën. Okej? Super. Ore, sa shora një tani? Daj, s'u di edhe një 30 minuta nështë, më bëgë me dollë këtu. Të falenderoj mal. Ilir, të falenderoj jone. Shumë falenderoj. Gjithë të mirat. Edhe te Ilir. Respekt. E kena me bën edhe në intervistë dhe më gjatë. Po, të shku gradualisht ma seriuze. Kur të duash. Të lutem se mbarovi mali, ke punë? 2 minuta të shkruaj të fare. Pas malit, fituesit të festivalit. Unë jam Stina. Pas, jo, okej. Tani në këto momente jemi me këngëtari legjendar, mbi qerek shekulli, që ka në abide muzikore shqiptare, ku do në përbot. Stine. Nisë u gjeta. Ishte një super kënaqësi që unë të kam parë në shtëpi dhe kam parë një super djalë, një sinqerisht, domethënë nuk ishte një djalë popullor, i cili bëri dhe një akt shumë, domethënë nuk e di, e lirove në krevatin. Ne kemi si tradit neve që nuk mamin do të respektojnë. Nuk e di. Sot më ke bërë kafe turke dhe më ka shiuar jashtë mase. Ti energjia pozitive këtë shtëpie, kështu që do ta mbajmë mirë me ty. Okej, po unë shikoj ca gjëra që ti i thjesht dhe kjo më kënaq. Cigaren e fundit, po ta kërkuan ti e jep direkt. Absolutisht. Ke po kam, ja jep të fundit dhe gjithmonë. Dhe në çdo muhabet je djalë pozitiv dhe kultura që na kanë dhënë prindit. Mua sinqerisht më ke faleminderit Zotit që... Faleminderit edhe mua që ka pata mos të gjë dhe afër. Mund të takoheshim jashtë, po mund të pinim një kafe dhe... Do vishim këtë njëfeshim kështu. Kurse këtu po jetojmë. Edhe tu kemi mundësin të njëfemi shumë më shumë. Jashtë do njëfeshim, do takoheshim një ditë, do prisim një moment tjetër. Nuk do të pyes, se e di që i ke natë këto... Ti ke det më pyesësh çfarë duash. Jo, kush eliminohet, kush bëhet, jo. Nuk duat të vënë... Nuk më vjen sekret, ty jam i sinqert. Okej, po nuk do të pyes në këto 7 ditë që ishim ndra këtu. Cila është një gjë më e bukur që ka kaluar ose një natë më e bukur ose nata më e bukur që ajo që kemi qeshur bashkë që s'po na ndalonte e qeshura. Ajo që ishim bashkë, që nga jashtë dolëm brenda, nga brenda dolëm jashtë prapë. Fiks ajo ishte. Do shta dhe sot me pak tension do filloj, po besoj se... Pjesë e lojës është. Jo, besoj se këtë natë do ta... Besoj se mund ta kalojmë bukur dhe këtë natë. Do festojmë, ne do festojmë. Stine ka thënë sot, ka thënë një gjë shumë të... Dije. Që po, që ose nuk del asnjëri, do festojmë. Jo ti e the, duhet të mos dal asnjëri. Po, nuk kam qef të dal asnjëri. Nuk ka qef të dal asnjëri dhe në qoftë se nuk del asnjëri, do pim të tërë deri në mëngjes. Po, derisa ta merrin kom deri ke krevati. Ka më pozitivitet? Nuk u ka. Ti si ndihesh, mund të ta bëj edhe unë një pyetje? Po, lejohet? Se është intervista jote, po ne? Po. Kush ka qenë dita më e bukur e jotja? Gjitha të bukura kanë qenë, unë i kam pa, po për ty edhe Cenon, kush ka qenë dita më e bukur? Ka qenë një ditë ku kemi bërë podcaste këtu, në këtë pjesën këtu. Dita e parë? Podcast apo? Nuk e di tani e para apo e dyta. U bëra dhe unë gazetar më duket. Dika të bëgam pyetje. Edhe vërtet e benja qeshnja dhe vetë. Do më naq... A shumë e ke përjetu. Do më njemi këra që po kemi qarë... Po ne na kishë zënë gjumi ne, apo ishim vërdalë në përshpi? Jo, kishë zënë gjumi. Ka qenë vonë?